vetë fakti që çështja e izolimit dietar e kanë drejtuar tek çështja a më mirë a më kjo, i bën me kuptues se si opsioni ekziston, po përzimi më kon më e mirë. Prandaj ti duhesh me kthyer veten tonë se a je gjithmonë në pozicion që përzimi është më e mirë gjithmonë apo ka herë izolimi mund me kon më i mirë apo. Në çdo gjën që duhet me diskutuar njëri apo. E me çka me diskutu në bazë të pikave në vim. Ai thotë që të përparësitë e izolimit edhe shtojnë përparësitë e përzimjes. Pavarësisht në debatin cila është më e mirë, u mendoj që këto pika tash janë kritere, standarde që njëri me to tash e mat vetën e tij. Kur më mirë mu përzi, edhe kur përzina çka duhet me pas kujdes, edhe kur më mirë mos mu përzi, edhe kur s'përzina çka duhet me pas kujdes. Për që derës është për krejt. Pavarësisht a ki mu izolu, as ki mu izolu, këto në çështje tjera. Se tek fundi izolimi dhe më izolimi është mjet. Në mjet, ndërsa përfitimet nga izolimi janë qëllim. Nga se kjo thotë, çto për shembull janë qëllime, po nuk arrin përmes izolimit. Ani, unë me kontestu izolimin si mjet, por s'më me kontestu qëllimin, apo. Qëllimit me mbet. Tash çfarë qëllim do të më njeh gjithmonë? Edhe do të më shoh qëllim mjet, ma realizon më qëllimin më lehtë. A izolimi, a përzimja? Që tu të me kuptu dersin. Të disa njerë për shembull e marrin çështjen ose temën e izolimit se çështja jo na musliman duhet të përzi sana, po pse u përzi? Ose pse u izolu? Do nuk duhet me kuptuar që izolimi është për shembull preferencë e vazhdueshme. E as përzimi është gjithmonë e përshtatshme. Jo, ka një sot më përzi. Ka një për shembull mund me kon kuat fesadit, mund me kon situata e vështirë, shkon feja, apo shkon zamra, apo shikoj mirë. E nuk duhet gjithmonë me insistuar në integrim të vazhdueshëm pa kushte, pa domthon qëllime me çfarë do kosto me kon. Jo, ka dalë se ka kushte, edhe shoqënia dhe neja ka dhe rregulla. E sa njerëz e kanë marrë çështën e përzimjes, domthon në të kuptim muslimanët do të koni përzim, hadithi njëri më mirë që përzihet, edhe tani sa është kosto e kësaj përzimi e pa tash se di. Jo të më mat sa pe pagun. Se gjithçka në dunjë ti e mat apo me shku me një vend edhe me dal, me shetit, me ble, këtë e mat, a ka me sap, a s'ka me sap? E qështë se mat, dinin të në kje sap me shti, me njerës s'kje sap, apëta. Mate, këshone? Kërë që du me pas njëri kujdes në këtë aspekt se djetarët e kam brënë këtë veç me rujt njëri fene vetë, apëta.